Një operacion I gjëri SPAK ka zbuluar dhe goditur një rrjet të strukturuar kriminal ndërkombëtar, I dyshuar për trafikun e të paktën 50 tonëve kokainë nga Amerika Latine drejt Evropës, si dhe për një skem të sofistikuar pastrimi parash, me qendër edhe në Shqipëri. Me vendim të gjykatës posaçme u lëshuan 10 masa arresti me burg për shtetasit Salvador Aliu, Dritan Gjiga, Denis Matoshi, alias Eli Dizdari, Armando Pacani, Shpëtim Bibaj, Florian Musaj, Olkida Liu, I njohur si El Oed, Naldi Uzeiraj, Nikol Bibaj dhe Isa Aliu. Sipas dosjes hetimore, grupi ka operuar në vitet 2019 deri në 2021 në disa shtete kyçe të trafikut ndërkombëtar: Brazil, Ekuador, Kolumbi, Belgjik dhe Holland. Struktura kriminale dyshohet se kontrollonte të gjithë zinxhirin e trafikut, nga furnizimi në Amerikën Latine tek transporti detar, deri tek shpërndarja në tregjet evropiane të kokainës. Hetuesit thonë se bëhet fjalë për një organizim të nivelit të lartë, me ndarje rolesh dhe logjistikë të avancuar për menaxhimin e ngarkesave të tilla. Janë disa episode të trafikut kokainës. Episodi I parë është më 11 maj 2020 në Belgjik. Në portin e Antwerpit u sekuestruan 700 kg kokainë të fshehura në një kontenier me pjesë këmbimi makinash. Ngarkesa kishte ardhur nga Kina përmes një rruge detare të kontrolluar nga rrjeti. Episodi 2 6 qershor 2020 në Ekuador. Autoritetet sekuestruan 2010 kg kokainë në Guayaquil. Droga kishte destinacion Holandën dhe ishte e shënjuar me logo të ndryshme identifikuese përfshirë Jaguar, Shqiponj dhe BB. Episodi 3 16 gushti 2020 në Hollandë, në portin e Rotterdamit, u kapën 1100 kg kokainë të transportuara me anije nga Guayaquili. Ngarkesa ishte pjesë e të njëjtit zinxhir logjistik. Episodi 4 16 dhjetor 2020 në Hollandë, një nga goditjet më të mëdha, 4.1 ton kokainë u sekuestruan në Rotterdam, në një tjetër dërgesë nga Ekuadori, duke konfirmuar për masat e rrjetit. Episodi 5 është më 3 shkurt 2021 në Kolumbi. Autoritetet atje sekuestrojnë 1050 kg kokainë me destinacion final Francën, duke mbyllur një tjetër hallk të zinxhirit të trafikut. Në total për këto episode janë sekuestruar 8 tonë 960 kg kokainë, ndërsa SPAK thekson se rrjeti ka trafikuar shumë më tepër sasi që nuk janë kapur. Hetimet tregojnë se fitimet e mëdha nga tregu janë futur në Shqipëri, fillimisht në formë kesh dhe më pas janë investuar në ndërtim, kompani tregtare dhe pasuri të paluajtshme. Një nga skemat kryesore lidhet me kompaninë ARH, e cila dyshohet se është përdorur për të justifikuar flukset e parave dhe për të hyrë në tregun e ndërtimit përmes kontratave dhe nën kontraktimeve fiktive. Sipas prokurorisë posaçme, një mekanizëm tjetër ka qenë blerja e kuotave të bizneseve me vlera shumë herë më të ulta se realja, si dhe qarkullimi I fondeve përmes uave mes personave fizik dhe kompanive të lidhura për të humbur origjinën e parave. Në total gjykata ka vendosur sekuestrimin e 491 pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, me një vlerë të përllogaritur rreth 150 milion euro. Mes tyre përfshihen 266 pasuri të paluajtshme në Tiranë, Durrës, Himar, Sarandë dhe zona të tjera. Përfshirë 121 prona në kompleksin Porto Lalzi, Lalzi Marina Seaside. Po ashtu janë sekuestruar hotele në Dhërmi dhe Tiranë, përfshirë Hotel Elisa Tirana, vila luksoze, apartamente, njësi tregtare, qindra parkime dhe objekte rezidenciale në projekte të mëdha ndërtimi në Tiranë dhe Bregdet. Në listë përfshihen gjithashtu 209 llogari bankare, automjete luksozi, mjete ndërtime dhe kompani të shumta, që sipas SPAK janë përdorur për qarkullimin dhe fshehjen e të ardhurave kriminale. Operacioni është zhvilluar në bashkëpunim me Eurojust, Europol dhe autoritetet e Ekuadorit, Holandës, Francës dhe Kolumbisë, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë dhe gjurmimin e pasurive të fshehura në disa juridiksione. Mirë dashur shikues, ky ishte inserti për sa I përket goditjes së fundit nga prokuroria e posaçme SPAK, një goditje e cila vuri në sekuestro 150 milion euro pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme. Bëhet fjalë për një nga grupet më të mëdha të goditura në historinë e Shqipërisë të lidhura me trafikun ndërkombëtar të drogës, ku një pjesë e madhe e pasurisë të përfituar nga aktiviteti kriminal është pastruar në vendin tonë. Mirë, për diskutuar për të çështje, unë kam të ftuar sonte në skenë krimi ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja. Shumë faleminderit Karanja. Përshëndetje. Dhe ish drejtuesin e lartë të policisë së shtetit, Shemsi Prençi. Faleminderit shumë Prençi. Faleminderit, merci. Ta nisim së bashku. Kishim dëgjuar për dy nga emrat, Dritan Gjigën, kishim dëgjuar Eli Dizdarin, e njohur ndryshe dhe Denis Matoshi, ose Denis Matoshi i njohur si Eli Dizdari, si disa nga emrat
më të mëdhenj të botës kriminale të lidhur me trafikun e drogës. Del edhe një emër tjetër tashmë, i cili duket sikur është kumbari i tyre, Shpëtim Aliu, i njohur si Salvador Aliu, dhe me një sër le të themi emrash të tjerë. Ç'ishte ky rrjet, ç'ishte kjo strukturë, le të themi, e veprimtarisë kriminale në trafikun e drogës? Tani, në aspektin e detyrave që ne kemi kryer, unë dhe prokurori, këto nuk janë një grup kriminal që lindi sot. Janë një grup kriminal me një shtrirje në kohë të gjatë, por më së shumë të shtrirje në hapësirë, sepse këto kanë zaptuar tregun botëror të drogave të forta, kryesisht kokainës, sepse vetëm në arkun kohor të vitit 2019-2021 mendohet që kanë transportuar nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian mbi 50 ton kokainë. Normalisht emrat protagonistë kryesor janë Denis Matoshi, Eli Dizdari, edhe Isa Aliu, ose Shpëtim Aliu, sepse këto bota e krimit, tani bota e drejtësisë re, po përdor nga 3-4 emra mbi emra, jo ma bota e krimit që përdor disa emra. Dhe është pasuruar pastaj edhe me emra tjerë, si pa përjashtuar Dritangjikën, pastaj janë pasuruar edhe me emra tjerë, si Florian Musaj. I vetmi i arrestuar Florian Musaj, në fakt, i cili u lan arrest në burg. Po, kjo pra është problemi kryesisht sepse edhe pse i interpretohen si kokat e botës së krimit të organizuar trafikun ndërkombëtar të drogës, gjithmonë kokat vështirë të ndalohen, të arrestohen dhe të procedohen konform. Një emër tjetër ka qenë dhe Armando Pacani, i cili ka qenë një figurë, le të themi, Armando Pacani, i cili ka pasur të pak në informacionet e mia me lidhje të forta në Brazil, ishte një nga, le të themi, kryesorët e aktivitetit të këtij grupi, por shumë pak i njohur faktikisht. Pastaj Shpëtim Bibaj, Florian Musaj që përmendet, Olkida Liu, Naldi Uzeira, Niko Bibaj dhe Isa Liu. Prokuria Spaku nuk është se kishte sot materiale në ngarkim të këtij grupi kriminal. Kishte materiale që më përpara, sepse ato kishin rënë në gjurmë të pastrimit produkteve veprës-penale disa vite përpara. Të paktën 3-4 vite. Po në 2022 që erdhi diska ICC të paktën që ja dorëzon europianët. Po, sepse kryesisht janë nga dekriptimet janë këto ndëshkime dhe materialet të ardhura nga partnerët tonë evropian, por mu më bën çudi si ka mundësi që ky grup kriminal më së shumti tashmë përjashtuar aktivitetin kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës, akuzon se kanë pastruar një sasi shumë të madhe parash në Shqipëri. Ne kemi dëgjuar her pas here që institucionet shtetërore janë tulatur në aspekt të pastrimit produkteve veprës penale. Që kur ka lançuar kryeministri i Shqipërisë amnistin fiskale 1, edhe pastaj paqen fiskale 2, domethënë këtu në Shqipëri në mënyrë kategorike asnjë nga institucionet ligjzbatuese për parandalimin e veprimtarisë kriminale, sidomos parandalimin e pastrimit produkteve të veprës penale, domethënë është zero. Dhe sot kur goditet ky grup kriminal me një përbërje shumë të gjerë që janë rreth 20 veta të implikuar në këtë veprimtari, 11 prej cilëve ju kanë dalur emrat, mendohet që ka dhe emra politikanësh, që nuk e di se pse nuk lexohen dhe pse nuk bëhen publike, dhe për këtu domethënë po vetë dishoj ditë pas dite seriozitetin e prokurorëve të veçantë të Spakut, por edhe të kreut të Spakut, për faktin sepse edhe grupi më parshëm kriminal, Jarubës, po, do ta diskutojmë datë. Po, lidhe për ta lidhur, që ne të profesioneve të të zbatimit ligjit, qoftë unë si oficer i lartë policie, qoftë zoti Karanja që si ish prokuror, kemi thënë, të paktën kemi mbi 2 vite që themi vija e kuqe e Spakut do jetë atëherë kur të godas edhe politikanët, edhe biznesmenët bashk, edhe grupet kriminalet të drogës bashk. Sepse kjo është një treshe që
krijon mundësi, qeveria ju krijon mundësi të pastrojnë produktet e veprës penale, biznesmenët e fuqishëm marrin paratë e botës krimit dhe kthehen në një lavatriqe dhe është një lidhje zinxhir e pafund, pastaj konvertohet nderi me nder në rritje dhe riciklim të pushtetit. Por kur u godit grupi i Orest të Sotës dhe i Shtufit, pra si biznesmen, që mes tyre ishin edhe trafikant droge, si vëllezrit Koqeku edhe poseduesi i pronave të fuqishme në Zvërnes, Artur Sheu, politika filloi të reagojë. Qytetërisht filloi të reagojë, u mërzitën dhe filluan të sulmojnë Domanin, filluan të sulmojnë Spakun, sepse u prishën balancat e lidhjes së politikës me botën e krimit, e lidhjes politiket me falsifikimin e pronave, me poseduesit e pronave, sepse kanë pjesë të gjithë. Dhe çuditërisht shteti në mënyrë kategorike nuk dëgjohet reagimi as i presidentit Republikës edhe në goditjen e grupit dytë, as nuk prononcohet presidenti Republikës, as nuk prononcohet kryeministri i Shqipërisë. Dhe atëherë ne kuptojmë që njeriu që ka dhënë viston për të pastruar produktet, parat e trafikut ndërkombëtar drogës është kryeministri i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare, sepse agjencia financiare, Agjencia e Inteligjencës Financiare, që ka detyrë përshësore kontrollin e paras që hin në mënyrë të paligjshme në Shqipëri, nuk ndihet fare në asnjë relacion. Dhe madje është përmendur disa herë nga drejtuesit e Spakut, edhe nga ish drejtuesi i Spakut Altin Domani, por edhe nga drejtuesi Iri Brau, që asnjë material nuk kemi nga Agjencia Financiare e Inteligjencës Financiare për pastrimin e produkteve të veprës penale. Parë në këtë kontekst, unë do të them që mbështetur edhe nga partnerët tonë evropian, këto dy goditje janë goditje shumë të fuqishme për botën e krimit, sepse grupi që është goditur ditë e fundit është edhe lidhje e grupit të mëparshëm me Jetmir Pepës. Dhe kjo tregon sepse tashmë organi i prokurorisë speciale SPAK ka futur në sit të gjithë grupet kriminale të trafikut ndërkombëtar të drogës, por baza do të jetë gjetja e parave. Okej, faleminderit Prençi. Në fakt është një histori e cila duket tashmë në prokurorisë posaçme SPAK me ardhjen e dokumenteve të transkriptuara nga le të themi nga Sky ICC dhe Encrochat, po kryesisht nga Sky ICC, është bërë mundur le të themi lidhja edhe e grupeve të ndryshme kriminale e emrave të veçantë, të cilët duket se kanë bashkëpunuar për gjatë historisë së tyre të aktivitetit të trafikut të drogës në momente të caktuara, e ndoshta her pas here mund të jenë bërë edhe ortak në biznese të ndryshme këtu në Shqipëri, por për të kuptuar më tej, Karanja, si gjendet hapësira në një shtet si Shqipëria për të pastruar parat, kjo që tha edhe Prençi për le të themi inteligjencën financiare, a ka agjenci të cilat në një moment mund të shkojnë le të themi informacione institucionave të cilat lejojnë zhvillimin e projekteve për t'i thënë që shiko se kemi dyshime se kjo kompani e ndërtuar nga Karanja, nga Bora dhe nga Prençi dyshohet se është produkti le të themi aktivitetit kriminal. Kemi kompani të mirë. Fjalën e lirë. Tani pastrim parash ka në çdo vend botës. Dhe në vendet e zhvilluara demokratike, pastrim parash ka. Risku është që kur kapesh, ban përgjegjësi penale. Po t'i referohemi konventës për pastrimin e parave, konventës evropiane për pastrimin e parave, që është miratuar me ligjin numër 8646 të vitit 2000, qëllimi i konventës është evidentimi i pasurive që dyshohet që vijnë nga krimi. Dhe kryesisht janë për veprat penale të trafikut të armëve dhe të trafikut drogës. Kush e bën këtë? Kush e bën? Institucionet ligjzbatuese të vendit. Janë institucionet ligjzbatuese të vendit dhe kur një veprimtari ka dyshime ose një biznes ka dyshime që ka të ardhura që vinë nga lënda narkotike, ky fillon evidentimi dhe sekuestrohet prona. Pra nuk dhe qëllimi i konventës për pastrimin e parave me parashtim të rasteve kur subjekti vetë që pastron paratë është subjekti i trafikut ndërkombëtar, se ti po të akuzohesh për trafik ndërkombëtar droge, atëherë ti ke nen tjetër, pra ke nen 200
83 atë kodit penal, pra ke bërë trafik, ke edhe 287 që ke pasur parat e këtij trafiku. Kurse në rast se je subjekti i një vepre, pra vetëm i 287-s, këtu qëllimi i konventës dhe qëllimi i ligjeve është kapje e pasurisë. Pra jo arrestimi i personave, pra kapje e pasurisë është fitore, sepse ne çfarë fitojmë se kemi diskutuar edhe herë tjetër. Çfarë fitojmë nga arrestimi? Ne kërkojmë që pasuritë që vijnë nga krimi të sekuestrohen dhe më pas në rast se provohet, sepse kemi pasuri të paligjshme që mund vinë nga krimi dhe droga, por mund të kesh investitor të lishëm që investojnë të pasuri, mund të jetë i vogël, i madh, varet nga përqindja, prandaj këto çështje janë çështje të vështira dhe zakonisht hetohen, domethënë në gjendje të tillë, pra hetimi pasuror, sepse 287 me hetimin pasuror, pavarësisht se hetimi pasuror është ligj tjetër, është ligj i veçantë, në thelb janë të njëjtë. Pra verifikohen pasuritë dhe paratë që vijnë nga një vepër penale. Hetimi pasuror kur ke dyshime që e marr, pavarësisht se s'ke bërë vepër, janë parashkruar vepra të sekuestrohen pronën dhe më në fund organi procedurës vendos për pronën. Kurse në 287-a duhet provohet vepra penale më, pra provohet trafiku i drogës dhe provohet që trafikanti i drogës ka marrë paratë dhe ti po pastron paratë e ti për ky shteti. Por zakonisht te masat e sigurimit, ne kemi parasysh kur kemi vetëm në 287-a, organet procedurëse duhet të orientohen në gjetjen e pasurisë. Kjo është e rëndësishme, s'na intereson në arrestimi i personit. Me përjashtim kur janë trafikant, pra kur janë to trafikant, që pra po e theksoj që të jetë qartë dhe për publikun, këta duhet të arrestohen se ka vepër penale, ka 15 vjet minimale. Organizimi i trafikut ndërkombëtar më tepër dhe në kuadër të grupit strukturuar kriminal. 334, sepse grupi strukturuar penal, grupi strukturuar, dënohesh edhe si grupi për krijimin e grupit kriminal në mënyrë të veçantë dhe vepra që ke kryer ti shtohet me 5 vjet. Pra, ka rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Por kur kemi pastrimin e parave është mirë, por e dyta duhet kemi kujdes shumë të madh. Sepse kemi të qytetarë që kanë të arrotigje që kanë investuar. Këto kompanitë dhe pasuritë që sekuestrohen, administrimi i tyre duhet të jetë prioritar, pra që të mos të degradoj prona, pra ti e sekuestron atë pasuri, se është produkti i veprës penale, kjo duhet vazhdoj funksionin e saj. Dhe administratorin e cakton grupi prap. Administratorin e cakton shteti se ti e sekuestruar. Në rast se kjo kalon në favor shtetit, është një kompani fitim prurse, pse jo ta ketë shteti? Pra të vazhdoj punën, pse ta shkatrojmë? Jo, ligji tek për agjencinë e domethënë për pronat e sekuestruara, për administrimin e tyre thot saktësisht, në momentin që prona sekuestrohet, qëllimi i shtetit është i ta marrë pronën në përdorim, pse jo ti rrisi dhe aktivitetin që ti marr fitime. Në moment është ligj. Po ky ligj prandaj shteti duhet të shtojë prioritet, pra gjithë to pronat sekuestruara duhet të vazhdojnë aktivitetin e tyre. Pra nëse është marrë një sipërmarrëse dhe shtetit nuk i bën keq, pra shteti bëhet pronar. Shumë bukur, është bën një punë. Mund shkojë te konfiskimit. Bëhet pronar. Konfiskohen dhe mund shumë institucione shtetërore që janë jashtë që po rrin me qira. I mbledh me një kull Karanja, i fut me një kull. Pra ja duri, pra ai që mendon për shtet, se varet se sa çfarë qeveritar e ke. E kanë dhe qytetarët kollajn, ka parti këtë, ka dytë këtë. Se ka rezultuar për shembull, që konfiskohet edhe shitet për çmim qesharake, shitet në ankat. Dhe ti nuk ke interes shtetit të ashesin në ankant, në rast se ti mund të futesh në institucione shtetërore aty. Prandaj duhet administrimi është më i rëndësishëm se arrestimi. Pra, administrimi sepse ne aq më tepër që janë para që vinë nga jashtë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ti i ke kap këtu. Pra, është si muhabeti pulës që bën vezën, pula është barzë, pule komshiut bën vezën tek qymezi. Tek qymezi jot. Pra ne kemi ku t'i gjejmë duhet t'i ruajmë këtë. Tash diçka për skapakun, për spakun në mënyrë të përmbledhur, është një punë e vështirë, pra është një arritje se janë goditet emrat të mëdhenj, por do një punë shumë të madhe, sepse është bazuar kryesisht te Sky ECC-ja. Dhe po ti vesh përgjimet që referohen dhe që kanë dalë në media, pra nga Sky ECC në datë kaq janë taku. Po sigur nesër Sky shpejt, domethënë gjykata, se varet do shifet rast mas rasti, sepse disa vende të Evropës Sky nuk e marrin si provë. Për shkak të mënyrës marrjes së saj. Nuk është përgjim, domethënë si mas rendit bërshëm, është diskutim tjetër. Dhe duke marrë prova organi procedurës, duke e provuar jo vetëm me Sky, por edhe me prova të tjera, që domethënë te çdo dyshim i të arsyeshëm, që të jetë një çështje e fortë, që mos jetë vetëm te Sky, fjalë vërtet, pra të mos jetë lidhur vetëm te Sky, por të jetë lidhur edhe me prova të tjera. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse po ngjelen vetëm këtu, është çështje e dobët. Pra duhet
provushmëria, duhet dosjet të jenë prioritare dhe të shikohen me vëmendje. Ka qenë dhe diskutimi që pse u bën tash dhe s'u bën më parë, por mu prokurori e çmon vetë kur do ta bëj. Mund duket sikur që çnet tash jo mos e kishte për punë. Ama leta bëj një pyetje tjetër. Këtë se edhe dua ta kuptojmë pak më gjerë sepse në fakt gjitha këto goditje vinë le të themi në 6 mujorin e parë të mandatit të Klodian Braus, i cili sigurisht edhe në për diskutime televizive është përfolur le të themi ndoshta pak më pasiv se ishte pararë si ti Altin Domani, megjithatë grupet kriminale që janë goditur në këtë moment janë grupet le të themi më të fuqishme kriminale. Por e kemi thënë ne. E ripërsërisim? Po e kemi thënë në këtë studio, kemi thënë se strategjia e shfaqjes në publik të SPAK-ut pas marrjes së detyrës nga Klodian Brau do të ndryshojë. Sepse në fakt SPAK-u ishte në rrugën e mbar të goditjes së korrupsionit dhe shpërdorimit detyrës në nivelet e larta qeveritare. E vërtet. Por qeveria dhe opozita ju kundërvun prokurisë SPAK-ut, strukturës posaçme. Ju kundërvun edhe GKK-s duke e atakuar veprimtarinë e SPAK-ut deri në gjykatën kushtetuese. Sepse normal SPAK-u u ngrit shumë lart dhe shkoi tek pezullimi i zëvendës kryeministres. Dhe tashmë ne e kemi debatuar këtu që unë thash kam një mendim që SPAK-u tashmë do të hetoj më gjatë paraprakisht dhe kur ta plasi bam do kemi ndoshta prova më të pakontestueshme edhe në raport me implikimin në veprimtarinë kriminale, pa në raport me provat në fushën e pasrimit produkteve penale atë ndiq paran. E qartë. Tani. Po. Ju keni shnime, por sigurisht edhe unë kam kisha disa pyetje për të kuptuar. Ka problem. Për të kuptuar. Ju përmendët pak më herët agjencitë e inteligjencës financiare, të cilat realisht në informacionin tim, unë e di që ata kanë një qasje, të paktën është edhe një drejtori tek Ministria e Financave, aty kanë një akses të papar, domethënë. Kjo drejtoria në Ministrinë e Financës para 2 ose 3 vjetësh është kthyer në agjenci. Po, është mirëfillte. Agjenci inteligjente financiare. Dhe ju dha rëndësia pikërisht sepse filloi të lëvronte shumë që kur filloi të tronditet euro në Shqipëri, që zbriti poshtë 1.000 lekshit. Regjia? Nga drejtori e pastrimit parave në Ministrinë u kthye në agjenci inteligjente. Dhe i është dhënë edhe teknologji moderne, është mbështetur dhe financiarisht. Po janë trajnuar dhe burimet njerëzore, por nuk ka funksionuar dhe fakti që në mënyrë të përsëritur 3 vitet e fundit. Tani ne nuk jemi aty, po fakti që prononcohet publikisht kreu i SPAK-ut Altin Domani 3 herë duke raportuar në parlament dhe në komisionin parlamentar ka thënë që asnjë nga agjencitë ligjzbatuese në Shqipëri të ekzekutivit nuk ka referuar qoftë edhe një dosje të vetme në fushën e pastrimit produkteve veprës penale. Pra gjithçka vinin nga partnerët ndërkombëtar. Ndërkohë edhe e ka cilësuar Agjencinë e Inteligjencës Financiare ka cilësuar nominalisht që nuk ka funksionuar. Por në parimet e luftës kundër kriminalitetit, sidomos të krimit ekonomiko-financiar dhe pastrimit produkteve veprës penale, detyrën e ka ekzekutivi shqiptar për ta parandaluar dhe luftuar korrupsionin, pastrimin e parave etj. Kurse SPAK-u dhe Prokuroria e Jurisdiksionit Përgjithshëm ka goditjen, ka ndëshkimin e këtyre zyrtarëve që nuk bëjnë detyrën e shtetit. Pra ne kemi kaluar ndryshe, ne njohim vetëm SPAK-u lufton kriminalitetin. Ne ekzekutivi nuk e kemi në luftë kundër kriminalitetit. Kryeministria ka një drejtori antikorrupsion. Po ka pra. Domethënë ngre pikpyetjes ç'a bën. Tani ti u ndale tek euroja, Prençi, dhe unë do doja që të shohim pak me vëmendje se çfarë ka ndodhur me këmbimin e euros, pra exchange-i nga euro në lek. Këtu revista Monitor, e cila është një revistë specializuar për shkrimet ekonomike, ka bërë një analizë shumë të mirë nga viti 2005
me një rritje, fillon kurba nga 2009 fillon rritet, në 2011 për shkakun ka qenë €1 me 1.40 lek. Pra 1400 lek të vjetra. Mirë, ka një moment këtu, në vitin 2015 dhe vitin 2016 ka qenë pikërisht koha kur vendi u akuzuar për çështjen e kanabizimit, kultivimit kanabisit në mënyrë masive dhe ka qenë 2016-2017 ku filloi edhe transporti jashtë, që praktikisht kjo duket sigurisht një çështje e cila u la pas dorë atëre Karanja, por faktet janë aty, edhe Instati, po të shikojmë pak të dhënat atje kuptohet qartë dhe tek Instati. 2017 fillon me rënje 2018 nga 134 shkon me 127.6 lek. Mirë, po ky është momenti 2018, 2019, 2020 janë takimet e Arubës. Prençi janë takimet në Aruba, të cilat janë takime tashmë të dokumentuara edhe me pamje filmike kur është takuar Artur Sheu me të tjerë eksponentë atij grupi kriminal dhe shohim më pas që kulmon në vitin 2023 rënja e euros me 108.75 lek për të vijuar në 2026 që është 95 lek, 85 lek. Pra, €1 lek. Kemi dy momente. 94.7. Kjo është mesatarja kam. Kemi dy momente. Është mesatarja kjo. Është mesatarja janar 12. Kemi dy momente, po të shikosh vitin. Tani këtu kemi edhe turistat, se edhe domethënë qeveria sigurisht ka dhënë opsionin që rënja e euros banke Shqipërisë kanë nxjerrë që shiko se edhe vlerat monetare që vinë turistët shpenzojnë këtu se vjet ishin par vjet kanë qenë 10 milion turistë. Sigurisht mund të injektojnë euro ata. Sa euro kanë injektuar në raport me këto grupet kriminale, kjo do duhet sqaruar. Shiko, kemi dy momente shumë të rëndësishme. Ne kemi debatuar në studiot televizive vitin 2016, kemi debatuar vitin 2019, i cili përkon me liberalizimin ose legjitimimin e kultivimeve të kanabis sativa në Maqedoninë e Veriut. Dhe në Shqipëri në vitin 2018-2019 është kultivuar më shumë se në 2016, në pretekstin që ishte liberalizuar në Maqedoni të Veriut, edhe këtu u bën nami. Ishte vit zgjedhor viti 2019 për pushtetin vendor, ju kujtohet? Pagar. Pagar, edhe kishte një liberalizim total që përkon me vitin pas marrjes së mandatit të dytë nga qeveria e Partisë Socialiste në vitin 2017, në Shqipëri është luftuar në mënyrë të vazhdueshme, që atëherë ka qenë betejë e fortë që pa të deklaruar kryeministri i Shqipërisë që ju s'po na përkrahani për drejt BE-s, ne do t'i zgjidhim punë vet. Ju nuk e di Nuk po e kujtoj dot, po megjithatë. Dhe pra masivizimi i kultivimit bimëve narkotike edhe në 2019 dhe pastaj ardhja e vitit 2018, kur bota e krimit kërkonte me lidhje të drejtë për drejta me kryeministrin e Shqipërisë për të hapur një dritare që paratë e drogës të vinin në Shqipëri. Madje në atë kohë ishte një parull shit kokainë nëpër Evropë edhe në Amerikën Latine dhe blej Bregdet në Shqipëri, bëju investitor strategjik. Pra, po të shikosh, kjo është periudha kur kanë lulëzuar investimet strategjike, investitorët strategjik, në të cilin ma gjej një investitor strategjik ti që t'jetë vetëm. Po e gjetë e ti, atëherë unë nuk do dalë manë. Atje në çdo investitor strategjik ke aksioner 2 deri në 3 grupe të trafikut ndërkombëtar të drogës. Ose një investitor strategjik ka një partner, ka një aksioner, një grup të drogës. Kohët e fundit, në këtë dosjen e fundit, është taksative me bast publik. Po? Që oligarkët, biznesmenët më të fuqishëm në Shqipëri, kanë mesazhe pafund dhe biseda pafund me krerët e grupeve trafikut të drogës. I kanë bërë tani? Grupi i fundit ka mesazhe dhe biseda telefonike me biznesmenët më të fuqishëm në Shqipëri. Për këtë problem. Janë në hall, po thua? Janë në hall, ëh? Shumë në hall. Dhe unë nuk e kuptoj se si ka mundësi që biznesmenët fuqishëm të Shqipërisë të arrin të implikohen edhe në pastrimin e produkteve veprës penale të grupeve kriminale trafikut drogës, dhe kjo ka një arsye, ka një shpjegim, sepse va ka diktuar qeveria
Pra ai kombinimi mjep vota, të t'jap hapësira, të t'jap toka në Bregdet, të të krijojë mundësinë të pastresh parat, kjo është e padiskutueshme, është sipërmarrje qeveritare. Nuk mundet ta bëj një biznesmen. Pra, unë bindem që biznesmenët e fuqishëm në Shqipëri lojen për pastrimin e produkteve të veprës penale, pastrimin e parave të drogës, e kanë bërë me urdhër të qeverisë. Okej. Padiskutueshme. Prençi, faleminderit, do rikthehemi sërish, do diskutojmë se kemi edhe grupin tjetër të Arubës për ta diskutuar, për të kuptuar edhe më shumë. Karanja, Po. na dalin në pa vetëm emrat e këtyre personazheve të cilët qëndrojnë jashtë Shqipërisë. Këtu janë kryer, le të themi, pastrim parash, të paktën deri tani janë 150 milionë euro, që thotë SPAK janë sekuestruar disa nga hotelet, le të themi, apo vendet strategjike të Shqipërisë, të cilat shikoja në Sarand, shumë luksoze, edhe këtu në Tiranë. Mirë po ngjelet deri këtu kjo dosje. Mendon se ka ndonjë infraksion, mendon se shkon tek një emër politikani, mendon se shkon tek emra biznesmenës, siç e tha edhe Prençi. Është një tim që aty në zyrat e SPAK po gatuhet apo mbyllet tu historia? Si e vlerëson? Mendoj që kjo është dosje në zhvillim, pra është dosje dinamike, po bëhem akoma veprime hetimore. SPAK-u, domethënë gjatë kësaj kohe, se me që është përmendur në gjatë akteve procedurale është përmendur dhe takimi i Arubës, SPAK-u do sqaroj kush kanë qenë në Aruba, pse është bërë takimi i Arubës dhe kush ka qenë zyrtar i lartë i Partisë Socialiste në takimin e Arubës. Pra është një politikan i lartë i Partisë Socialiste. Po, kjo është për dosjen e parë. Kjo është për dosjen e parë që është i përfshirë dhe Artur Shehu. Duhet të dalë. Është vetëm për dosjen e parë. Duhet të dalë emri politikan. Ati ka pas eksponent të ndryshëm që tani sot dalin në drejtime të ndryshme. Politikani nëse ka dalë aty, si mund ta lejmë në politikë, pra ky akuzohet tash, sepse edhe vetë vepra penale parashikuar nga legji 287 i kodit penal, kur thot kur ti je për shkak të veprimtarisë state, se ai nuk ka shku për trim aty, se trimi ato që merren me drogë, ai ka shku për shkak të pushtetit. Pra këta trima, kuptimin trimu kape do marrësh përgjegjësi ligjore. Po ti aty Ka pas guxim, kam pas guxim. Ti aty je për shkak të pushtetit. Pra ti ke rrezikshmëri më të madhe shoqërore se ai tjetri. Ata janë kanë arrit aty me forcat e veta, duke vënë edhe kokën në rrezik. Ti si politikan kush je aty? Këtë ne vetë Jo kush je, po kjo është lidhja që bën pushteti të botës së krimit me botën e biznesit në Shqipëri për të pastruar para. Duhet dalë dhe duhet jetë bashkë me këta. Mbires madje ky duhet jetë i pari në burg. Qofse është për masë sigurimi, ky duhet jetë i pari, këta tjerët, domethënë masën e cakton gjykata, po rrezikshmëria shoqërore e këtij personi është më e madhe se këta tjerët, sepse këta bën një aktivitet dihet do kape sepse ligji është ligj. Por ti si politikan, ti çka ke dash aty? Sepse ti vjen për pasuritë e shqiptarëve. Ne shohim shumë pasuritë shqiptarëve, se problemi kush është? Se mirë ja po e marrin për një moment mi që po bëjmë një po e shohim pozitivisht, po vjen para i investohen në Shqipëri. Po çfarë fiton populli shqiptar? Asnjë. Sepse edhe toka është e vjedhur. Pra këtu gjithçka këtu vidhet toka, pra ti si rregull edhe me ndërkombëtarët gjeneron kriminalitet, fut në konflikt ish pronarët me pronarët e kthyer në mënyrë ti ka fut në konflikt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kur thotë që trafiku ndërkombëtar i drogës është akt terrorist, sepse ata e dinë. Për një vit e kanë postuar 37 herë postrimin e parave, ata aq të rëndësishme kanë. Ti me partnerët ta na fut në siktet. Mirë të paktën hajde po e marrin me qen, ti po investon. Çfarë po investon ti po fut njerëzit në konflikt? Pra ti po vjedh tonë, prandaj detyra e SPAK-ut përveç se verifikimi se ku ka shku parat e drogës do merret dhe kush prona ja vjedhur. Duhet verifikojmë pronësinë urgjentisht kush heq pronësia pronarët dhe pjesën më të madhe është pronar shteti. Sepse shteti këtu nuk ka kush e mbron shtetin këtu. Këtu shtetin e shohin gjithë ata që janë vetëm të vjedhin. Pronë shtetit si me sajun një pronar, me gjithë një prestanome, me gjithë një bish një tjetri, dhe duke parë vjedhjen e pronave, duhet shifet se kush është pronë shtetit, sepse shteti i është marrë qoftë prona dhe pjesa më e madhe është abuzim me pronat shtetërore. Dhe më vjen shumë keq që janë gjithë bregdeti shqiptar rezulton me probleme. Pra ti po flet për një drejtësi tre, po ku është drejtësia me këto? Sepse drejtësia duhet të jetë e zgjidhur SPAK-u të gjithë historikë shumë vjeçare Karanja ja shumë vite. Mendoj se po. Sot prokuror ka folur ish kryetari i Bashkisë Vlorës. Ka bërë një prononcim publik dhe ka thënë shprehni kishtet kjo qeveri
Ju përflisin për shpëtim gjikën kam ti tregoj shqiptarëve sa mira, qindra mira, metra katror, hektar, tokë në Bregdet i është dhënë biznesmenit më të fuqishëm në Shqipëri, Zamirmane. Dhe këto prona, a janë pasuri publike, a pasuri private, dhe pse njerëzit kanë ngelur në përdyrët e agjensive. Dhe ka një pikpyetje. Përse agjensia e pronave, Kadastra e Vlorës, ka ardhur në Tiranë? Që të mos e gjejnë kur pronën vlonjatët. Edhe diçka tjetër, pse janë shkarku 17 hektar hipoteke? Sa kanë dhënë nuk mbahet për duhet pyeten edhe Andi, pse nuk erdhi Kadastra e Dibrës ose e Kuksit në Tiranë? Po se s'kan pas probleme. Se s'ka, s'ka vlerë toka për momentin, nuk ka vlerë. Premti e sollu nga Vlora në Tiranë për të ruajtur sigurinë e punonjësve, për të patur komunikimin vetëm me njëshin. Ta ken kollaj. Ta ken qark të shkurtër, qeveri, kadastër. Dhe njeriu i interesuar për të marrë filan prona apo tjetër. E dini ju se sot ne për gjithë këto probleme që kanë ndodhur në Shqipëri, kemi disa persona të humbur. Pa zë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë nuk bën zë fare. Qytetarët kanë dalë në shesh, rinë janë shesh. Ja, do diskutojmë. Avokati i popullit, është domethënie kjo, domethënie. Avokati i popullit nuk dëgjohet. Që ka qenë një zë politik, nuk dëgjohet. Heshtje. Ish drejtuesit dhe drejtuesët e kadastrës, njëri ndjes pas ka vdek. Pasi ka ikur Artan Lame, të gjithë drejtuesit e kadastrës nuk janë në subjekt të SPAK-ut, janë paraqitur nga njëherë në SPAK dhe nuk dihet nuk kanë dhënë shpjegim qeveria ku janë. Pse janë shkarkuar këto eksponentë shumë të rëndësishëm? Kanë punuar me vitet tëra për të rregulluar letrat në dispozicion të grupeve kriminale, të biznesmenëve, të oligarkëve, ku ka edhe nga një pushtetar në ta. Dhe me të drejtë prokurori thot, a ka mundësi që SPAK-u të nxjerrë kush është politikane që ka qenë Aruba? Cili është misioni? Ka marrë garant, bini parat, do investoni bashkë me biznesmenët, kote fundit kanë filluar vetë ata duke regjistruar kompanitë. Nuk i pastren ma nëpërmjet oligarkëve ose biznesmenëve të fuqishëm që kishin aktivitet 30 vjeçar në Shqipëri. Kanë regjistruar bizneset e tyre. Dhe një nga bizneset të rezulton në këtë dosjen e fundit me emër. E qartë. Regjia më kalo pak këtë reagimin e Klodian Braus, shefit të SPAK-ut, do ta kemi atë foton atyne, për të kuptuar diçka që t'i bëj një pyetje prokurorit. A mund shtoj edhe diçka? Po patjetër. Shtoj përpara se të kaloj këtu. Tani u gjut se kohë nuk po përmend emra, se kurse kanë fol shumë njerëz. Na ngren titulli i pronësisë. Ka një titull pronësie të bëj dhe ç'është ky titull më? Nga rrjedh ky titull. Ç'është ky titull? Ti më mu një do të thotë se e kanë bërë këtë sistem në ri, ti hidh në kosh, ai edhe kosh dhe printoi flet. Këtë titull merr e futet aty ku duhet. Absolutisht, ti s'mund të marrë një titull me dokumenta të falsifikuara dhe në kurriz tjerëve. Se ti merr këtë titullin ti dhe shtyp atë që është pronari vërtet. Ja, titullin duhet drejtin në bazë dokumentave që janë të bazë ligjit. Sepse u përmend ande titull, kam titull. Ç'është ky titull me letra falsa? Po ai që është i dobët që se merr dot, po i popullit thjesht. E merr ky titull se shifora ose ka mbi vendosje. Kjo pra është gjeneror konflikt. Titullin ta shohin mirë. Kjo që thoni Karanxha është shumë e fortë dhe unë kam përshtypjen që edhe kjo çështje e titullit të pronësisë, ndoshta do t'i vi momenti dhe do diskutohen pak më gjerë sepse gjykata kanë përshtypjen për çështjen e Zvërnecit, ende nuk është shprehur se kujt i takon dhe kujt nuk i takon prona. Ajo çështje ane duhet gjithë Bregdeti. Të paktën komisioneri ndjesë po. Jo, për diskutimin sepse këtu jemi ne. Evropian bëri dhe deklarata nga Pishporoja deri në Nart. Por është gjithë duke nisur edhe nga deklarimi i zotit Gjika, duhen parë gjitha, duhen parë si janë marrë këto prona, sepse është pasuri e shqiptarëve, asnjë politikani nuk ka drejt disponoj. Koncentrati më i fortë i 36 viteve është Parlamenti Evropian dje. Disa deputet Parlamentit Evropian kanë folë shqip. Shqipëria nuk është për të shitur. Kjo është domethënia më e madhe. Është ide të gjermane dëgjova. Jo, nuk i një dëgjova unë. Por jo që dy që dhe një zonjë, mos gabojmë austriake, jo, holandeze. Fal.
që një zonjë që dhe Gjermani. Dhe u dolën në foltore me fjali shqip. Shqipëria nuk është për të ushitur. Me i qartë. Do me thoni, është sigurisht sepse vjen nga Parlamenti Evropian flet shqip, Parlamenti shqiptar nuk flet as një ditë dhe as një fjalë shqip. I bin rreth e qark dhe asnjëherë nuk thon. E majta dhe e djatha. Kushdo që është implikuar në 2 programet shkatërruese të Shqipërisë, Shqipëria 1 euro dhe investitorët strategjik janë grabitqarët më të mëdhej të Shqipërisë, të tokës shqiptare dhe sidomos të Bregdetit shqiptar. E kam thënë dhe vazhdoj ta them. Këto 2 ligje, këto 2 programe qeveritare do të gjenerojnë kriminalitet edhe 300 vite, sepse ish-pronarët e vërtet, ata që sot nuk kanë bukë të hanë edhe pse janë ish-pronar, kanë humbur pronat e stërgjishëve dhe të baballarëve, sepse e kanë marrë oligarkët dhe trafikantët e drogës. Dhe parulla, shit kokainë dhe bli Bregdet në Shqipëri, se do bëhesh i pasur, është tipike parull bolshevike e qeverisë Rama 2, Rama 3, Rama 4. Sepse nga viti 2017, kur Rama u fuqizuar dhe nuk kishte më, e kishte komplet tepsin vetëm, nuk e kishte tepsin me aleat, Rama u fuqizu dhe ka bërë çfarë ka dashur në Shqipëri. Një reagim erdhi ditën e dieshme nga shefi i SPAK-ut, Klodian Brao. Unë do ta lexoj dhe të nënvizojmë disa fjali këtu së bashku për të kuptuar se çfarë po thot kreu i SPAK-ut, çfarë ka analizuar prokuroria e posaçme SPAK gjatë hetimeve, sepse më mirë se kushdo tjetër janë ata aty të cilët e kuptojnë, kanë edhe ekspertët, i kanë të gjithë për kuptuar dëmin financiar që mund të kenë sjell gjithë këtë histori. SPAK vjon goditjen e rrjeteve të krimit organizuar të përfshirë në aktivitetin e trafikimit të drogës nga Amerika Latine për në Evropë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, të veprimtarisë së pastrimit të parave dhe të pasurive me origjinë kriminale. Pasuritë me origjinë kriminale dëmtojnë ekonominë e ligjshme, konkurrencën e lirë, veprimtarinë ekonomike të bizneseve që punojnë në mënyrë të ligjshme dhe të ndershme. Ato rrisin forcën ekonomike të krimit organizuar, përdoren për të financuar veprimtarinë kriminale dhe nuk sjellin asnjë të mirë publike. Për këtë arsye, pasuritë me origjinë kriminale duhet të sekuestrohen, të konfiskohen, të kalojnë në favor të shtetit dhe të përdoren për qëllime të ligjshme. SPAK garanton se veprimet e tij synojnë vetëm pasuritë me origjinë kriminale dhe pasuritë që lidhen me veprimtarinë kriminale. Në asnjë rast nuk do të synohen të drejtat e pronësisë dhe të drejtat e tjera reale të personave fizik dhe personave juridik që investojnë në veprimtari ekonomike apo në sipërmarrje private, mjete monetare dhe pasuri të fituara në mënyrë të ligjshme. Pra, dëmtohet ekonomia e ligjshme, konkurrenca e lirë, veprimtaritë ekonomike të bizneseve që punojnë në mënyrë të ligjshme dhe të ndershme. Tani, Karanja, si e kuptojmë ne këtë këtu? Ne bashkë kemi analizuar edhe këtë histori kur unë kam pyetur juve për grupet kriminale dhe ju kam thënë për pastrimin e parave dhe ju keni pasur këtë argument, këtë që dha Klodian Brao. Konkurenca e lirë është kryesore, se dhe ato treja janë derivatet, por kjo është e vërtet. Konkurenca e lirë kuptojmë njerëzit e ndershëm, që i hynë biznesit si që është pra ndërtojnë duke marrë kredi, punojnë me parate investitorët, dhe kush janë investitorët e vegjël, ata që blenë shtëpi, ata synojnë të marrë një çmim tulët, pra kanë çmim tulët dhe edhe kosta e shtëpisë është më e lirë, sepse edhe paratë që merr nga investitorët tregojnë realitetin. Kurse duke rrit vlera e shtëpisë, ata nuk kanë interes t'ia shesin shtëpitë shqiptarëve, ata kanë interes dhe këta ndryshon edhe ligjet tash, sepse është e qëllimshme kjo. Ndryshimi i ligjeve që të blenë edhe të huajt shtëpi, pasuri të paluajtshme ligjet ajo. Pra, po keni gjuhë që po ndryshon. Po është përfolur kjo, për tokat bujësore shpesisht. Po prona bujësore është pasuri e paluajtshme. Pra do kaloj dhe tek, sepse apartamentet e reja janë pasuri të paluajtshme dhe duke qenë se shqiptarët nuk kanë mundësi të blejnë, ata do rrinë me qira, pronarët do jenë tuaj dhe shqiptarët do ja marrin me qira tuajve. Sepse, pra, shikon çfarë lidhje, rritja e çmimit. Se këtu rritet çmimi sepse cënohet konkurrenca e lirë, cënohet ekonomia e ndershme, sepse një ndërtues që është i ndershëm, ai ka. Kush i përcaktoi çmimet e tregut? Ta nisim që tek apartamentet. Sot një çift i ri Karanja nuk arrin të blejë dot një apartament. Dhe për këtë bjem dakord. Dhe nëse ta marrë kredin do duhet punojnë të dy, burrë e grua, gjithë jetën,
mundësisht fusin edhe fëmijën kur të bëjt 18 ta fusin punën, t'ja marrin edhe ati një pjesë të asaj që të paguajnë kredin e shtëpisë. Kush i përcaktoi këto çmime? Këto grupe kriminale që i goditi Spaku? A ishin këto në mënyrën direkte se tani këtu konkurrenca e lirë, kemi një ligj për konkurrencën. Po? Autoriteti i konkurrencës lirë është një autoritet shtetëror, duhet ndërhy për çmimet abuzive, sepse rritja e çmimit sepse çfarë nove. Unë i kom gjithë lekët në xhep për me bo pallati, i kom lekët me thesa në shtëpi, e mbaroj pallatin, e mbaroj nga fillimi në fund, pas i shitit e kom çelësin dorë. Ndash merre me 2500 euro, ndash shik. Sepse ti ke para duke ti ke përveç pallatit që ke bo, ke edhe pasuri pa fund ti sa të morësh atë çmim. Dhe kjo të bën skuadër në fojza. Kurse kur ti e ke bër pallatin në formë të lishme, sepse ti ke interesit, ti thësh klientin. Për shembull, Andi do marrë një shtëpi, Andi merr se është me 1500, do ta jap me 1300, që pra bo pazar, se duhet legu. Këtyre nuk i duhet legu, se e kanë legun me thesa. Ka dhe një problem prokuror që për mendimin tim kjo me të drejtë ka kreu i Spakut, po kjo do të haj kohë, do të haj shumë kohë. Marrim një rast hipotetik që disa pronar të ligjshëm të tokës në mes Tiranës, që mund të kenë 2.000-3.000 metra katror, dikush tjetër që ka 5.000 apo 6.000 metra katror, janë bërë bashkë dhe ja kanë dhënë për të zhvilluar pronën në Tiranë një kompanie serioze. Kjo kompania serioze, që tashmë ka filluar të bëhet akoma më serioze në raport me bashkëpunimin me paratë e pista të grupeve kriminale, sot bjen në qarkun e Spakut. Edhe Spaku vendos sekuestër për gjithë aktivitetin. Ndërkohë që pronarët e ligjshëm të tokës kanë lidhur kontrata për zhvillimin e pronës tyre. Dhe hetimet në Spak mund të vazhdojnë 2 vite, 3 vite, por gjykimi pastaj do të vazhdojë edhe disa vite tjera, derisa të shprehen për fatët e aktivitetit të biznesit, të biznesmenit, të grupit kriminal që është bashkuar me biznesmenin, por dhe të pronës që kanë krejtësisht në mënyrë të ligjshme një qytetar i Tiranës. Ndaj edhe te pika e tretë, për këtë arsye pasuritë me origjinë kriminale duhet të sekuestrohen, të konfiskohen e të kalojnë në favor të shtetit dhe të përdoren për qëllime të ligjshme. Spak garanton se veprimet e tij synojnë vetëm pasuritë me origjinë kriminale dhe pasuritë që lidhen me ngjarje kriminale. Në asnjë rast nuk do të cënohet e drejta e pronësisë etj për këto. Por ky qytetar i thjesht që nuk është vetëm, është një qytetar, është një trung familjar që mund të jetë me 100 veta, që kanë 5.000 metra ose 3.000 metra tokë në Tiranë, po që janë të detyruar për shkak të lidhjes kontratës me një biznesmen jo serios që bashkëpunon me botën e krimit, por që duhet të presë ndoshta edhe 10 vjet derisa të shlirohet, sepse ne kemi thënë, kalon në sekuestro preventive dhe pastaj kur të konfiskohet e kur të jepet e drejta, kur të jepet vendimi në formë shprehje që prona t'i kthehet pronarit dhe ta zhvillojë dikush tjetër ose ai që do fitojë një konkurrim tjetër. Por kthehemi tek një rast tjetër që është më skandalos për sa i përket ligjit. Nëse ju kujtohet propaganda e qeverisë shqiptare për ta miratuar me çdo kusht paketën e maleve, madje në debatet që janë zhvilluar edhe me konsulencat që janë zhvilluar edhe me qytetarët, me konsultimin paraprak, është thënë që paketa e maleve synon zonat më të bukura të Shqipërisë të jepen për të zhvilluar ata njerëz që konkurrojnë. Dhe madje është bërë detyrim nga qeveria shqiptare që çdo bashki në Shqipëri duhet të depozitojë projekte dhe kërkesa me numër. Jo më pak se 15. Ndryshe nuk rikandidojnë. Pra kusht që bashkia, kryetari i bashkisë të vejnë në eficiencë të gjithë mendjen dhe trurin e administratës bashkisë për të evidentuar zonat më kreative në pikpamje të turizmit malor, pra të paketës maleve. Mirë po ka një problem shumë serios, sepse thuhet në ligj që edhe thuhet në propagandën e qeverisë, nëse X-i apo Y-i do të përfitojë me projektin e tij, do të përfitojë zhvillimin e 30 hektarëve apo 50 hektarëve me një projekt për turizmin malor, për paketën e maleve, thot nëse do ketë pretendime për pronën,
ata që kanë pretendime për ish pronën e babait apo të gjyshit, nuk kanë punë më me ato që bën investimin. E ka punën me shtetin. Do të përballet me shtetin në përgjykata për t'i dhënë të drejtën apo të pa drejtën. Edhe gjykata zgjasin gjyqet 20 vjet se i ka çuar vetë. Dhe pastaj çfarë vjen? Pastaj shteti nuk të jep më drejtën ta zhvillosh ti atë pronën, se ja ka dhënë dikujt nëpërmjet paketës maleve. Por shteti do të kompensoj me vlerë tregu. Ose me vlerën e tregut të parave, ose do t'jap kompensim toke në tokat improduktive që mund t'i ngelen shtetit kur ta kenë kafshuar gjithkush gjithkënd.